Cërnillasi tashmë i kanë mësuar përmendësh gropat e rrugëve kryesore të fshatit. Ata tashmë janë mësuar edhe me zigzaget e shoferëve që ju shmangën gropave që të mos i dëmtojnë makinat. Banorët thonë se 10 kamion me 10 tonelata kalojnë gjatë ditës pasi shkojnë e kthehen nga Gurorët në kryet e Cërnillës, që është njëri prej fshatrave me rrugët më të rënduara në komunën e Ferizajt. Banorët thonë se janë ankuar në komunë duke kërkuar vendosjen e shenjave për ndalimin e qarkullimit të kamionëve me pesha të rënda, por se nuk u janë marrë parasysh shqetësimet. Rrugën katastrofë, ne keni pa dhe vetë. Kretë në të rantë. Si prej babushit, si të hinë atje, e me dalë dherën këtë babushit, këne janë katastrofë. Ta është dhe po binë kamiona shumë me zalë, se i kemë kërësë just ka, kamionët e kam prishë fort. Ka 15 kamionën në ditë e vishë qarkullu në sënje. Ata me ka 12 tonë peshat ape shkatarur këtë. Kryetari i fshatit Akonxhin e Potoku ka thënë se para pandemisë ishte shpallur tenderi për asfaltimin e rrugës, por se zyrtarët e komunës i kanë thënë se tenderi është anuluar për shkak të ndikimit të çmimeve të ngritura pas zbutjes së masave pandemike. Po mendoj që është ajo, unë dyshoj këtë punë shumë edhe është përgjithësi komuna. Mas 3 vjetë që nuk kanë bërë kur që kanë shkuar totale shumë thjesht, e kanë ndalu punën që kena merrit tenderu. Mandej Ministria e Infrastrukturës i ka ozotu për da flitë që projekt 2.7 milion euro, babo është i sërve Mirash Cërnill, rrugë kryesore, tash po presum memorandumin në shkru, për i komunës e për ministrisë, po presum që këta me qitë fazën e tenderimit, 3 muaj ditim të pritë. Çdo ditë që të drejtorit e këta, sot e kena në shkru, o inicu procedura, kome dalë, sot të dalë, para masat, unë në komunë, po ne po së mbi bin fije, në përkutan. Drejtori infrastrukturës në komunën e Ferizajt, Meriton Hajdini, i ka thënë nëpërmjet telefonit, televizionit tema se ndodhi në Skënderaj, por ka premtuar se përshqetësimet e Cërnillës për gjendjen e infrastrukturës do të deklarohet nesër. Latif Grajinca dyshon se mos investimi i komunës së Ferizajt të udhëhequr nga PDK-ja lidhet me inatët politike ndërmjet komunës dhe pushtetit qendror të vetëvendosjes. Kto është Përshëtia politika që ka bogjo, dhe vendosja ka fitu kënena, për të këja nuk po të investu kënena, s'po ti qka, rruga është katastrofë. Nga Cërnilla vjen Adelina Grajinca, e cila në zgjedhjet e vitit 2021 e kishte fituar mandatin me PDK-n, por me njëherë do të kalonte në vetëvendosje. Ajo edhe në këto zgjedhje ja ka dalë ta fitoj mandatin. Kryetari Akonxhin e Potoku është i bindur se megjithatë rruga do të asfaltohet si vjet. Në dhëtore në shkumë memorandumi, janë zotu paret, s'po niset procedura. Nuk e di. Unë e di që si vjetë nga me shtru asfaltin, edhe pse, se janë zgjedhjet. Megjithatë, Latifën e gjatë Grajinca nuk kanë shumë shpresë, derisa nuk do t'i shohin vetë makineritë dhe kamionët me asfalt nëpër Cërnill.